Mban mund që thash që ka i projekt tjetër, që s'ka qenë me i projekt? Kur doli përfaqësuesja e shtetit shqiptar i ftuar nga manipuluesi Blendi Fevziu, ajo tha grën për grën fjalë që kisha thënë unë, që ende nuk ka një projekt, është një projekt i ri. Unë e kam shpjeguar që aty është anulluar çdo projekt që ka qenë, dhe çdo gjë po bëhet nga e para. Sepse ra projekti serb, që ishte Beogradi që bëhet kazino. Çka do thotë të gjitha veprimet që po ndodhen tani atje janë të padijshme, sepse s'ka projekt. Pra këta po punojnë kuturugje, se s'kan të miratuar asnjë projekt. Pyetja është pse këta nuk kanë asnjë projekt? A thu se Xhamed Demek se kanë? Jo, ka një arsye. Që se kanë apo? Ka një arsye që se kanë bërë projekt. Një projekt fikse natyre ka në shumë faza para se të shkojë të miratohet. Faza më e vështirë që kanë është mjedisi. Ka të bëjë me zonat e mbrojtura. Është nga zonat thelbësore në mesdhe. Si zona e mbrojtur. Pse është thelbësore në mesdhe? Për shkak se ekosistemi që ndodhet në nart është unik. Është rastësia i s'ka ca gjëra, po këtu përballë ke një person që në vitin 2002 ka organizuar të parën lëvizje për të mbrojtur nartën me sloganin po nartës, jo naftës. Kam pas plan me shpo naftët. Ne kemi ndërtuar në 2002 një lëvizje ambientaliste masive, përfshin shkollat e mesme, shkollat e larta, që bëdhe i peticion i madh, që drejtuam dhe qeverisë atëre, dhe kërkuam dhe po protestonin që s'duhet të ketë shtëpi me naftë në nart. Dhe sot nuk ka shtëpi me naftë në nart. Në thelb narta që nga ajo kohë mu bë e njohur se çfarë ishte, se unë nuk e dija. Kur pash historinë e shpimit naftës në nart, si tush fillova të interesohem në kushtet e një bote pa internet, informacion siç kemi sot. Dhe mësova që narta ishte një nga zonat më të mbrojtura, për shkak të delikatesës që kishte ekosistemi unik. Dhe nuk është punë thjesht pelikani etj. Unë nuk besoj që kjo është një çështje pelikanësh. Kjo është çështje thelbësore për të pushtuar Shqipërinë, është hapi i parë, shkallë i Trojës. Është mësimi që marrin shqiptarët se si do jetë më Shqipëria e tyre. Dhe kjo fotografi që ti kanë nxjerr aty, që tregon telat me gjëmba, të atij formati, ka një shpjegim ushtarak dhe juridik që është unik. Kjo që po them sot, se ke dëgjuar më asnjë. As tjerët. Të gjithë po flasin për tela me gjëmba, pastaj po flet për çfarë lloj telash me gjëmba. Telat me gjëmba ndahen dy llojesh. Në tela me gjëmba që vendose për arsye sigurie në zonat civile, dhe tela me gjëmba që përdoren vetëm në rast ekskluziviteti ushtarak. Janë dy lloje telash me gjëmba. Ato të parat i njohim, kemi parë. Ka një si kështu vrim, kështu se i gjotë, kështu i bish gjatë. Këto janë prerës. Këtu ndalon me konventa ndërkombëtare të përdoren në rrethet e civile. Këto përdoren në Gaza, nga Izraeli. Dhe rrethimet e la me gjëmba i një zone për ndërthime është rasti parë në 36 vjetë. Ke para ato protestet që bëshin në ka komedi kur që ti shqarop këtë dere. Që e rrethuar. Qita ne kam bërë rrethime, kanë zënë toka tona, se i ka dhënë Rama Cave. Shëra e parë që ndërtohet një klon. Ky është kloni i kufirit, qofse mbandet. Por më saktë ky është kloni i Gazës. Pasi është spektakli i përkatës. Është projekcioni i përkatës. Nuk janë tela me gjëmë për ndaluar njerëzit. Janë mënyra si ndërtohet trurion, si programohet trurion, mënyra si na manipulojnë ne, po dhe si na bindin që këtu jeni të huaj. Është tamam klon kufitar. Dhe një fotografi që kishte nxjerr në rrjetet sociale me inteligjencë artificiale, që kishte dhënë kufiri Shqipëri zvërnec dhe kishte vënë flambur në Izrael dhe pe atë foton, 90% e njerëzve morën të vërtetë që nuk kishte inteligjencë artificiale. Dhe di pse? Sepse në fakt ndonjëherë ndodh, dhe ne të dy që e përdorim e kuptojmë, që një foto me inteligjencë artificiale mund të jetë më e vërtetë se sa fotot pa inteligjencë artificiale. Janë më kuptimore, më të fuqishme, se çdo fotografi, çdo fotografi profesionist. Dhe ajo ka shpjeguar të gjithë Shqipërinë se si është dhe si do të jetë.
Dhe këndvështrimin tim, Zvërneci është ngjarje e cila do të përcaktoj fatin e Shqipërisë. Për shkak të mënyrës si po perceptohet në opinionin publik, ku veglat e Ramës, që përdorën në organizatat e Sorosit, po përpiqen të trajtojnë si një çështje pelikanësh dhe breshkash. Në fakt nuk është çështje pelikanësh dhe breshkash. Është çështje pelikanësh dhe breshkash. Po është kaq. Kaq ka të bëjë me dorëzimin e suverenitetit kombëtar e territorit ton, pjesë, faz pas faze, fragment pas fragmenti, kolonive të reja. Se duhet ta shpjegoj këtë sot dhe kështu që e kam këtë mundësi, ka të bëjë me fjalën koloni. Në Zvërnec nuk po ndërtohet një kompleks turistik. Në Zvërnec po ndërtohet një koloni. Për këtë duhet të shpjegojmë sot. Ke parasysh mban mend historinë me shtetin Bektashi? Shteti Bektashi është projekt i shërbimeve inteligjente izraelite. Të përfshirë në këtë histori janë shërbime inteligjente që përfshin që nga Mossadi e drejt të këto networket që kanë këta që kontrollojnë struktura kishtare, madje edhe muslimat. Ekziston një dokument i firmosur nga gjitha komunitetet fetare të Shqipërisë në Këshillin Ndërfetar, që kanë qenë gjithë dakord që të bëhet shteti Bektashi, të krishterë dhe musliman, për shkak të atyre që kanë kërkuar ta bëjnë dhe për shkak se këta janë shabat gojë të atyre. Ti se këtë gjuar në këtë do të them sot, pak njerëz e kam gjuar se kam thënë një podcast dhe më shpendje, Gerti Bogdani nuk ka vdekur, kanë vrarë. Pasi ata që po ndërtonin shtetin Bektashi e vranë, sepse i duhesh karrika e Gertit, që nuk e merrnin dot për shkak të pozicionit si ambasador që ishte caktuar Gertit, me rekomandim të ish drejtorit CIA-s, që erdhi në Tiranë bashkë me Gertin, dhe Gerti promovoi librin e tij ku Gerti ishte bërë hyrje. Dhe duke qenë se shërbimi inteligjent izraelite nuk donin që të ishte dikush që kishte lidhje të forta në Amerikë, por donin ta kishin kontroll vetë, e eliminuan në tavolinë e kafes. Pak njerëz s'është mund të besojnë për këtë që them. Por që sigur që kjo që po them unë, më vendos të mund target, por që s'ma ndjen fare. Sepse unë e kam nisë këtë betejë, ta çu deri në fund, gjallë apo vdek. Sepse si do që të jetë, po në beta gjallë do e vazhdoj, po në vranë do e marrë regjistë shqiptarë se çka po ndodh në Shqipëri. Pra stigma ty presa, për ta unë jam ndoj me ta, që më mendoj se i kam zënë shamat, edhe i vdekur dhe i gjallë, unë jam udhjes lojën atyre. Shteti Bektashi ishte krijimi i enklavës parë, që çante suverenitetin kombëtar, duke prodhuar libanizimin e Shqipërisë për ta coptuar Shqipërinë. Duke krijuar shtetin Bektashi, do ta merrnin kollaj njerëzit, krijimin e kolonive izraelite në Shqipëri, ku fillimisht do ngrihen muze për hebrejt si Holokaust dhe pastaj këto muze do shoqërohen me sinagoga. Në fillim në kuptimin historik për shkak të sinagogave që ka pas Shqipëria në kohën e Perandorisë Otomane për prurjet që erdhën nga Selaniku, nga Perandoria Otomane të sefardinëve dhe të dohmen. Sefardi ishin hebrej sefardi, kurse domen ishin hebrej të bërë sikur ishin konvertuar në musliman. Dhe në këndvështrimin tim, shteti Bektashi është momenti i parë që unë arrita të kuptoja të gjitha dhënat që kisha me një pikë pyetje ore mirë që po na përzejnë. Si do na zëvendësojnë dhe me çfarë dhe për kë. Dhe në rast se shteti Bektashi mora përgjigje kur pash forcat e IDF-s që pas kishin marrë kontroll territorin e shtetit Bektashi në Shqipëri. Merreshin me inxhinieri ushtarake dhe bënin rekonstruksione dhe kishin marrë kontroll totalisht shtetin Bektashi që do krijohej nga Rama në kontrollin e tyre. Duke qenë se sa erdhi administrata Trump, ja u refuzoi në mënyrë së tush të ashpër dhe refuzuese totalisht, këta e harruan shtetin Bektashi që e kujtuan kur filloi lufta në Iran, po që thënë njerëz guxuan më. Dhe në të gjitha dhënat që unë kam, këtu bëhet fjalë për krim kolonish. Zvërneci është kolonia e parë e tyre. Dhe në thelb ti kupton
ke një emision që bëri pardje Vendi Fevziu, një emision krejtësisht manipuluar, të bazuar në mashtrime dhe mbi gjitha në një eregji manipuluese të Vendi Fevziut. Ku fillimisht u bë si pavarë dhe po na tregonte ngjarjen, punë pelikanësh dhe breshkash. Pastaj ftoi një profesor të shtetit, ku tha një fjalë absurde që kanë marrë leje infrastrukturë, ndërkohë ti nuk mund të marrësh kur leje infrastrukturë pa muruar leja e zhvillimit. Unë jam avokat, shkoj gjykat për këtë temë. Dhe kur unë gjëra të qeshja, po këtë nga shpik, si pas ka leje infrastrukturë, pa pas leje e zhvillimit. Është tjetër leja e projektit, është tjetër leja e zhvillimit. Leja e zhvillimit është që do bëhet në atë zonë. Po si do ndërtosh ti rrugë, po s'pa leje e zhvillimit. Si do bësh si leje infrastrukturë kur ti s'ke leje zhvillim. Ti nuk e di se çfarë do bësh, se mase të argëzojnë, se mase po ku ti po ndryjnë, po pret. Pra është i krejtësisht i paligjshëm. Pse është me këtë urgjencë shpyt? Pse është këtë situatë dhe pse ata s'kan një projekt? U mungojnë arkitektët. U mungojnë pushteti. Problemi pas që ata kanë është që ky projekt i ri që po ndërtohet aty ka dy probleme të mëdha. E para do të jetë zonë rezidenciale, pra do shesin vila, apo do shesin apartamente, apo do bëjnë hoteleri. Ata nuk mund ta thonë dot këtë gjë, sepse diskutimi është ende në pritje çfarë do ndodhi në Iran. Arsye që ata nuk kanë leje, është se s'kan çuar projekt, se s'mund të çojnë projekt pa u zgjidhur problemi se çfarë po ndodh në Iran. Dhe Zvërneci, që paraqitet nga Rama si një projekt i dy vëllezërve nga Katari, me familjen Kushner Ivanka, ka një mungesë totalisht të vërtetë që fshihet pikërisht se çfarë fshihet këtu. Kush janë këta dy vëllezër nga Katari? Janë dy shabat goj të Izraelit. Kush është Jared Kushner? Dhe këtu fillon diskutimi. Që shkon pastaj ke Ivanka Trump. Sipas të gjithë shqiptarëve, po të marrësh mikrofonin të pyesësh rrugë do të thonë Jared Kushner të ndri Trump. Ndërkohë, prej një viti e gjysëm, sa i bëjë u bën 2 vjet, për diku ke 1 vit e 7 muaj, 8 muaj, unë referoj në podcastin me shpendasjen dhe në burime tjera që kam pas komunikime të bëj, që Jared Kushner nuk është profesor si Trumpi. Jo thjesht i bibit. Është përfaqësuesi i familjeve të mëdha që drejtojnë sot botën, Janfur, Rothschild dhe bishtat e tyre si Soros e tjerë. Ku bibi vetë është një krijesë e tyre. Jared Kushner sot është negociator i Donald Trump në Rusi me Putinin, jo sepse përfaqëson Amerikën, po sepse përfaqëson realisht autorët e luftës në Ukrainë. Trump i ka quar Putinit ambasadorin e luftës që bëhet në Ukrainë, në krahun e Ukrainës dhe të Rusisë, që në fakt është ambasadori i asaj elite që drejton luftën kundër Rusisë. Amerika nuk ka asnjë lidhje me luftën në Ukrainë për moment, sepse gjithë kompetenca e luftës ekskluzivisht është atyre që kanë luftë me rusët, që nuk janë as Ukrainës dhe as evropianë. Për ata që drejtojnë botën kundër Rusisë këtë rast, pra perëndimin kundër Rusisë, që janë çufot e elitës madhe. Dhe Jared Kushner ka një histori ekzistencë si emër, para se shofje jati, që ka të bëjë me mënyrën se si u bë njeriu i famshëm në Amerikë para se të nifesh me Ivanka Trump. U krijua si një djalë i suksesshëm, nëse s'kemi parë krijesën e Erion Velia në Shqipëri si model. Këto janë kukulla që projektohen si njerëz të fuqishëm, suksesshëm, të zotë, për shkak se sistemi prodhon mekanizma që të duket sikur këta janë njerëz të suksesshëm. Ai u shpall para se të dish me Ivankën, ylli në ndritje i biznesit amerikan, i cili mori një faqe të dobët online dhe ktheu në një super fuqi mediatike online. Është një nga gjërat që kam mësuar të parët, kur mësuan fjalën domain, kur mësuan fjalën internet, ma shpjegoi këtë një profesionist. Ishte Altin nuk e pret mira se çfarë pastrimi parash bëhet në botë me domenet. U thotë, çai thash? Si, thash. Ti blen 100 domena. Dhe i blen me $10 dhe i shet me $100,000 copë. Se janë domene që i duan sa palve që janë gati të paguan. Sa pare bërë Altin të? Sa pastrove mi?
Ti i ketë lishme se i shite. Koncepti ku është? Koncepti është që kjo faqe online, që mori kjo dhe që i bërë shumë i suksesshëm, ishte vetëm një pretekst për të prodhuar këtë në kopertinat e medjave të biznesit amerikan. Dhe mbrapa këtij suksesi, shiheshe drejt për drejt familja Rothschild, drejt për drejt familja Soros, drejt për drejt familja Bibi Netanyahu, drejt për drejt linjat të cilat do prodhonin zharët. Dhe martesa e Ivanka Trump me zharët Kushner, që ishte në martesë jo thjesht ka spontane, por vetë Trumpi kishte dorë këtë martesë, është qartë se një femre si ajo, me një rëmbysje si ai në kuptimin e llojit mashkullor. Është nga ato femrat ke parasysh tipike amerikane super sexy të Playboys, nëse më kupton. Çfarë lloji kategorie femre është ajo? Kurse është një qyre në kuptimin e stilit mashkullor. Jo si sa është i fuqishëm, pasur etj. Po si kategori mashkullore, nga ato që femra si ajo shqinë as me nder. Po është martesë themelore që pa atë Trumpi do kishte kandiduar dot për president. Sepse ku në momentin që Trumpi martoi vajzën Ivanka Trump me zharët Kushner, arriti të çaj ai pakun për të bërë kandidat për president 2016. Sepse Trumpi tash nuk ishte më vjerë i zharët Kushner, por ishte edhe babai i një protestante në origjinë të konvertuar në jude me ndihmën e rabinëve dhe të familjes Kushner. Dhe Trumpi, si babai i një judehe, sipas ligjeve hebraike, apo më saktë judaike, pastaj hebraike, në botën amerikane të konkurrencës politike, konsiderohet me pasaport, që do thotë nuk ka nevojë për miratim. Sepse babai i judehes presupozohet që quhet i kalueshëm përballë çdo lloj filtri automatikisht pa gjykim. Afër fat. Se historia që të kam treguar me atë bankën që shkoi për të marrë kredi në bankë dhe duke i parë certifikatat, letrat e aplikimit për kredi, oficeri i bankës dallon një emër të çuditshëm, thotë, "Kjo gjyshja jote pse ka kështu mbi emrin?" Dhe ky thotë, "Gjyshja ime kishte këtë emër hebre, një janë bëllë gjithë. Pa emër, që ke potall fare. S'bën ky aplikim. Shko merr certifikat të gjyshes, të mamas së gjyshes, pra të gjyshes, dhe ti thënë nuk ke nevojë fare për plotësuar një formular dhe s'do paguash asnjë përqindje. Quhet privilegji jude në botën e biznesit. Dhe ky privilegj i Trumpit, si vjerri i zharrit, në fakt është privilegji i babait të Ivankës, që kaloi ai pakun në vitin 2015-2016. Çka kandidoi për president. Pra e kaloi afërfejt nëpërmjet vajzës që ishte martuar me zharrin dhe për këtë fakt që ishte martuar me zharrin, aplikoi të gjitha ekstremitetet që të ofron Talmudi me gjitha vështirësitë e mëdha që të konvertohesh në jude. Dhe zharrit Kushneri në vitin 2020 në nëntor është i pari që braktisi Trumpin, ku mori dhe Ivankën dhe kalamojt, do zhdu nga shfjavarët që datën 7 nëntor. Dhe kur deponojnë kongres për 6 janarin, ja futi sa krau Trumpit. Por ndërkohë u zbulua që task forcën e pandemisë në Amerikë pas ka drejtuar zharrit Kushner. Pra gjithë kishin parë për masat e Trumpit, raport me pandeminë, me vaksinat, me maskat dhe me çdo gjë tjetër. Kryetari i grupit task forces amerikane shtetërore ishte zharrit Kushner dhe krye djathtë i tij ishte Fauci. Dhe që nga nuk e di si bie 20 janari a 30 janari 2021 dhe deri në fitoren e Donald Trump, kush në ka pa do të asnjëherë me sy zharrit Kushner dhe Ivanka Trumpin në krah të Trumpit në fushat, përveç 3 fotografive bazë, ku është fotografia e kandidimit si kandidat mes republikanëve, është fotografia e kandidimit raport me, në fakt është fotografia e fitores raport me kundërshtarin, që është me Biden, me Kamalin, me Kamalin e kishte, dhe fotografia familjare e 20 janarit në Capitol Hill, që quhen 3 fotografi ceremoniale ku je detyruar të marrë gjithë familja. Dhe kështu janë rregullat e lojës.
Dhe Trumpi nuk e ka parë dot me syre as i ditë zharëtin për trafin që i bërin 2020. Dhe sipas pretendimeve të mia prej një viti që kur plasi dosja Epstein, unë vazhdoj ta them që Trumpi nuk e kontrollon me Epstein, ata e kontrollojnë me zharët. Çdo thot. Nuk është dosja Epstein që kontrollon Trumpi, është dosja zharët që kontrollon Trumpi. Dhe do ta shpjegoj pse edhe si. Zharëti përfaqëson Izraelin dhe lobin jude. Zharëti nuk përfaqëson familjen Trump. Zharëti nuk ka as lidhje me familjen Trump, pavarësisht se kjo duket absurde gjithmonë, për shkak se ka shumë përfaqëson interesat e çufëve në botë, në Izrael, sa ç'bën ato që përfaqëson brenda familjes. Pra është kaq e madhe kjo që përfaqëson ai për lobin jude në botë dhe bëhet kaq e vogël ajo e Trumpit për shkak të madhësisë së tjetrës. Dhe zharët Kushner, që është i lidhur totalisht si me Biblin dhe me Sorosin, zharët Kushner, që është një nga njerëzit më të urryer dhe më të nevritush sot në botë, po ta them sinqerisht, kur ti merr figurat politike më të urryera në botë, zharët hyn ke 10 që e parë në botë. Për shkak se të gjithë kanë kuptuar se çfarë është, kush është dhe çfarë bën ai. Po t'japi një detaj që ti do e kujtosh. Në vitin 2025, kur Trumpi donte të bënte paqe në Gaza, dhe 20 janarin e vendosi si datën që ai do bënte betimin dhe do ishin dorëzuar pengjet, ai paraqit një projekt në atë kohë. Dhe projekti që paraqet Trumpi është si Gaza do të jetë një territor ndërkombëtarizuar, ku populli i Gazës do jetojnë në një Gazë që nuk do bëjë më luftë, po do bëjë biznes në fushën turistike. Ku do vinë investitorë nga gjithë bota, sidomos nga vendet e lindjes mesme, që t'i japin të pamje. Dhe zharëti prej një viti nxitej gjithkohës deklarata që thoshte që ne do zhvillojmë këtë pronë për qefin tonë. Dhe bënte gjithkohës fushat nëpërmjet mesazheve që jepte për Gazën, që Trumpi do me i vra, me i zhduk, me i përzon, se do i vjedhë tokë. Ndërkohë, siç e pam ke bordi i paqes, ishte krejt e kundërta. Ku vajti firmosi Erdogani, mbreti i Arabisë Saudite, presidenti i Egjiptit, të gjithë shtetet, Sirisë e gjithë tjerë. Dhe u kuptua që kishin dy projekte, një në kokën e zharëtit dhe një në dorën dhe sërdapsën e Trumpit. Dhe zharëti gjithkohës kërkonte të sabotonte projektin e Gazës, sepse nuk punon për familjen Trump, punon për Izraelin dhe punon për Rothschild, punon për Soros, për Bill Netanyahu e tjerë. Ky është në Paris. Ne shkojmë konkretisht. Kur shkonte Bibi Netanyahu në New York, nuk shkonte në hotel Clinton, vitë nga Izrael, por shkonte tek shtëpia e zharët Kushner, ku babai i zharët Kushner, që sot është ambasador në Francë, ishte miku i tij i ngushtë. Unë do zbërthej pak kush është ky babai i zharët. Ky ishte në burg. Erdhi Trumpi, president dhe e fali. Pyetet pse ishte në burg babai i zharët Kushner, për të kuptuar si funksionon sistemi. Ishte për shantazh që kishte bërë të motrës. Ta fillon dhe ishte për shantazh që i bënte të motrës. Por çfarë shantazh? Ky kishte çuar një prostitut që kishte njohur dy shoqin e motrës dhe këta e kishin filmuar. Pasi e filmuan të shoqin e motrës, ky e mori videon dhe në ditën e dasmës së një antarit familjes, ky shkon dhe tregon videon të motrës që i thotë: "O do më shqesësh aksionet, të bësh fjalë për një operacion aksionesh, o do ta publikoj këtë video të burrit tënd me dashnore, prostitut, që ta marrë veç gjithë mileti, skandali." Dhe u prishte punë të tyre pse si që shtot. Dhe motra e vet, Danoçen, në vend që të dorëzohesh nga shantazhi, merr FBI në telefon dhe arreston aty. Pas në Amerikë është krim, të gresh kurthe për shantazhuar për para. Dhe përfundojnë në burg, ku vetë gjykatësi i FBI-t, prokurori i FBI-t dhe vetë gjykatësi gjykuan që ky nuk mund të ketë asnjë rrethana lehtësuese për të shpëtuar burgut. Dhe me këtë lloj kuptimi, këtë lloj standardi, dënimi i tij ishte i pa, më fjalë ishte nuk ishte shpëtim, do dënohej. Vjen Trumpi e fal. Dhe sipas ligjeve amerikane, presidenti ka drejtën e faljes dhe ti lirohesh nga akuzat. Po ç'ne fali pikërisht? Tani Trumpi nuk e martoi vajzën
me Jared Kushner, se vajza e Trumpit ran dashni me Jared Kushner, apo jo? Qartës është një deal midis. Ai ishte martu përpara se të bite mrena këtu? Po. Pra, logjika qëndron që negociatori i martesës, qartas, ka qenë babai dhe Trumpi. Pra këto dy palë kanë martuar fëmijën. Kanë bërë dealën e veta. Bukur. Dhe Trumpi e falë dhe më vonë, kur erdhi tash prapë poshtet, e bëri ambasador në Francë. Koncepti është pse në Francë? Këto janë pyetje thelbësore. Kush është ky qytet i judejve në botë? Është Paris. Po jo i kësaj kategorisë City of London, dhe jo i kategorisë Wall Street, po një kategori tjetër që ka bëjë me sundimin e Europës. Nëse City of London sundon botën, Parisi sundon të Europën. Dhe kjo është historia e Napoleon Bonapartit me ta, që po këta e helmuan me cianur. Dhe kontrolli i judejve të Francës thuhet është sikur të kontrollojë gjithë judejt e botës. E para se janë pjesa më e ligë e sistemit elitar, e dyta sepse ka të bëjë me rolin që këta kanë të ndarë në shoqëri edhe në network dhe në global. Për shembull, ti s'mund të presësh që të jetë Hollywoodian ai që është në Wall Street. Se shumë nuk mund të presësh që ai Wall Streetit të jetë tipik se ai City of London. Kanë diferencë si struktura, si mekanizma, si pushtete dhe si ndarje, kontroll. Dhe Jared Kushner është djali i një babai që shantazhon të motrën dhe futet në burg. E nxjerr vjerin. Dhe çfarë pret ti nga djali i tij në raport me Trumpin? Kur ai ka shantazhuar motrën, ky s'pas ka bërë dosje për Trumpin? Pra kur tha kanë traditë të kapur dhe të futur burg që ja bën robët shtëpisë vet, s'po ja bëga Trumpit. Dhe në thelb, historia e Jared Kushner është historia e të gjitha pislliqeve që kemi parë në favor të Izraelit, të interesave të Izraelit dhe të projekteve genocidiale si ai Gazës, nga një qenie që kur ti shef zhatin, kur flet kështu, ti se shkrijon kështu një ndjesë si ç'shmër ky, si alien, në kuptimin negativ fjalës, ligësisë, që ai përfaqëson në pamjen e vet, dhe projekti i Svernecit dhe i Sazanit nuk është projekti i familjes Trump. Që na shitet neve si projekt serioz, është projekti i çufove, me kompani serioze. Sepse po të mos ishte i çufove, nuk kishim pse diskutonim për një stacion meteorologjik në Sazan, që është një tjetër e Sazanit. Do ngrihet nga kompani izraelite. E pyetja është, Stacion meteorologjik. me demek. Apo do të Ke dëgjuar për harpin? Harbin po. Çfarë është harpi? Ndikimin në motë apo jo? Bësh i qatë të teje. Bukur. Çfarë ndodhi mas bombardimeve të raketave balistike iraniane në gjithë bazat amerikane në linjën e mesme që i shfarosi gjithë bazat amerikane? Filloi të bishin në Iran. Ishte 3 vjet fatësirë, 4 vjet. Kuptoj. Për mitër Dubai. Bukur, aty. Se diku që ja merr diku do e zbrazësh, apo jo? Tani koncepti është ky stacion meteorologjik në Sazan mund të jetë gjithçka. Mund të mos jetë asgjë nga ato që mund të mendojmë. Po do të bëjmë gjithë dakord që një stacion meteorologjik në Sazan nga Izraeli nuk ka asnjë pamje të përveç se një operacion ushtarak. Pra në thelb, një stacion meteorologjik që syn puna as dreqit, gjitha investimi, një treta e ishullit. Në Sazan. Po. Kupton nga gjithë që është një bazë ushtarake, që ka sjellë shqetësim në gjithë NATO, në gjithë vendet e NATO-s. Po mi si justifikojnë këta këtë bazë meteorologjike? Jo, nuk çajm këto porrallë që thotë Altin Goxhe. A do të shoh thjesht një stacion meteorologjik? Egzagerojnë të. Po për çfarë duhet ne stacioni meteorologjik? Jo ne, jo atyre. Për mes neon. Ne të parën se shi. Po ne për na botërmete, për ta modifikuar modin, si do dush ti, gata dush ti. Jo, ta thash këtë kuptim që çana hym punë neve i stacioni izraelit. Neve, ç'u kemi neve? Në thoj. Ti kujton se Sazani është i jot? Ta kanë marrë. A sigur që është emri Sazan, të s'ka një emër tjetër. El Sazan. Kështë që për të i vej. Shelbi çështjes është që ky projekti që s'ekziston, thash, nuk lidhet me faktin që s'kan arkitekt.
që s'kan kapacitet njerëzore për të prodhuar. Mendoja, se thoshte ai Zverës 4 miliard. Këto prallat e Ramës me 4 miliard, që zogj do kënaqen nga lumturia duke kënu. Do hanë me luk flojeri zërë. Kjo ka një histori Rama personale me këtë gjë që unë jam i dëshmitar viktim. Me që me 4 miliard? Jo, me modelin Rama të zogjve që do këndojnë në 4 miliard. Dhe të regoj, ka ndodhur në 2002, e të regoj për e të parë sot. Në 2002, unë isha në Këshillin Bashkiak, i caktuar nga Rama, në vitin 2000. Dhe kemi bërë shef me Ramën, unë kam bërë shef shumë të madhë me Ramën, atë ditë, dhe kam dëshmitar, edhe nga PD-ja, që ishin këshilltar. Aty në këshill. Po. Koncepti i sherrit kishte të bëjë me kinema shtatëndëtori. Unë kam shpinë shumë pranë kinema shtatëndëtori. Dhe kinema shtatëndëtori ishte historia, se që ne kishim para filmat, Maqisti, Herkuli kundër Romës, Fitore mbi Dalekët, Vizitora e Kozmosi. Dhe godina e kinema shtatëndëtorit është përdorur tek filmi Vajza me kordelet kuqe, apo jo? Çka tregon arkitekturën e plotë e kinemaje. Tipike fashiste, ai modeli futurist i asaj arkitekturës të viteve 30 që, dhe 20 që kemi teatrin kombëtar të prishën, apo jo. Dhe kinema shtatëndori kishte ca harqe. Bukur. Kishte një sallë, kishte edhe një sallë në natyrë. Pra kinema verore që quhet. Dhe ishte kinema shumë klasike. Në pamjen, paraqitjen që e ndërtuar në Italianët. Kishin vendosur në pallat. Madh. Edhe unë kur shoh në letra që ta do prishin kineman, unë ngrihem dhe revolton. Çe kinema do prishin? Ku do prishin kinema? Dhe si unë reagu dhe dy tjerë që ishin këshillin për kaos. Fillëm sherrin, i gjorës, po që votës. Se me nure, së fatojmë, harrohet fund. Prishtë kinema, si që do prishtë kinema. Në dështojmë kinema, do t'i prishëm. E merë vesh Rama dhe vjen në vrap, për s'pjetë poshtë. Shef në ki gjithë nerva, nuk e miratojmë ne, nuk e votojmë ne këtë me prishë. Kështë marë masat. Kështë mashtrim. Kështë gënjeshtër. Kush thash do prishet kinema shtatëndori? Ore, kjo skenë është live, ka dëshmitar dhe unë po të regoj një histori që mund të marrëzoj shumë kolla njëri po të kem rretur, se kanë qenë në atë sallë 60 vetë, që shumica janë gjallë. Dhe në moment... Aty në vene. Ore, ka shpjeguar para sallës, me detaje, që s'po bëhet fjalë fare për ta përkundrazi, do ta modernizojmë, pasi kinemaja ka këto defekte. Me ndërtimin e ri, 3 katët e para të pallatit do të jenë kinemaja. Lart është pallati i pronarëve krishëm me këtë arkitekturë. Pra kinemaja që ishte kaq e vogël do bëhet kaq e madhe. Do ketë 2 salla, do ketë kinema verore, do ketë çadushtilla, si ta dush ti, nga ta dush ti. Dhe pjesa më kryevepër kush është, se këtë kam shpjeguar në një televizion zviceran në vitin 2009. Kam dhënë një intervistë, kanë parë shumë shqiptar, duke treguar këtë histori që po them ty sot, përballë kinemas që nuk është. Duke treguar me detaje se si na mashtroi për kineman dhe si ka bërë këtë qytet, duke mashtruar. Dhe vërteta ishte që ky tipi na sill maketin e pallatit me kineman brenda. Dhe maketi ishte kaq i madh, në një cop dras kështu, që nuk e di kush person e solli në sallë se më. Ja ku është kinema dhe vërteta e ke parasysh. Pamjë tjetër pa, kinemaja që ka po të bo më e mirë. Edhe votunë në gjithë, se do ma të bësh më e mirë. Po të vishta që ti sot, i lagja ime, ti shef prap kinemat. Aty është, vetë fasada. Perla. është godina? Si që është fasada e kinema, si që ka qenë? Është identik. Identike. Dekor. Po s'ka kinema që. Ka zhyra, gjëra. S'ka pas kur kinema. Kështu në rreti. Zogu do këndoj në 4 miliard euro, po thoj që ndje. Ke parasysh Paperino ndi, që shifshim kuklat në
Po Aperino që fletë e kja Fair. e dolarit. Per, ku t'ka vajt menja. Qatë. Per. Papi Qulo. Ky mashtrues, si na thot neve, ky është një projekt në tokë private, thot? Një. Nga familja Kushner Ivanka Trump, me 2 vëllezërit më serioz që ka pa në erë me sy Katari, që janë 4 miliardë investimi madh historisë mes dheut, ku s'do ngilet zog, pelikan, apo qyshe pak nu e pa u knaq, në këto kushte prefektit do krijojmë ne për ta. Ku do dyfishojmë numrin e pemëve, këto pralla, e disa e kam gjunë. Më kujto të Rion Vilia ke parku në liqeni. Këto pralla, disa e kam gjunë nga këta, gjithë jetës. Dhe këto janë rena tipike, mashtrime tipike, për të fshehur të vërtetën, që ta nuk e din çfarë projekti do bëjnë aty akoma, se ende nuk po merret vesh çfarë po ndodh me Iran. Ajo është një koloni qufosh, e cila do të shërbej si kolonia e parë zyrtare e qufove, ku Katari njihet si vendi ku gëlojnë të gjithë zogjt e qyqjes së qufove. Ku 2 vëllezërit përkatës, miliarderët përkatës, do investojnë 4 miliardë, e di do të investosh 4 miliardë. Po çfarë prallë është kjo? Po disa do të fitosh si invit që të bësh 4 miliardë. Mosën. Do më thënë aty mund bon edhe, po themi, pallate, kuptin e lapit, shtëpia për ata që do vinë nga ne. Ora unë nuk di që do bëhen. Sinqerisht, nuk e di as Jo, ram. direktiva është kur Jo se di as ram. kurse di ne dire do të njoftojmë, po stelat janë bona atje, makinat hyjnë e dalin. Të nuk- Çfarë po shtë rrugën? Ore, ata nuk pushojnë rrugën, në sinqerisht. Ata po vendosin stelat me gjëm. Pra, nuk është koncepti ke rrugë. Është ke telat me gjëmba ushtarak. Ata po ndërtojnë në sytë tanë kufirin tonë, në enklavën e tyre. Dhe pralla që na thot Blendi Fevziu, një shabat goj tyre, një shërbëtor i ndyrit tyre, që ka qenë, nëse do më pyesin, kush janë 10 të parët që u varën në Nuremberg? Ka të bëj shumë kjo 10 të parët në Nuremberg, ka shumë rëndësi kur flas për Fevziu. Një ndër ta kush është? 9 ishin zyrtarët më të lartë nazistë. Ai 10 ç'pun kishte? Ai se Blendi Fevziu i Gjermanisë. Është varur ke 10 e parë e Nurembergut në ditën e Purimit. Ai ishte Blendi Fevziu i Gjermanisë naziste. Ai ishte marketeri i propagandës, si gazetar. Jo si zyrtar. Ishte privat si person. Po ishte i pari që kishte pretenduar në 39 që mund të varin pikërisht ditën e Purimit, po këta. E profetizoi vetë nëse pse do ishte, se e dinte pse do ishte. Fevziu është promotori i agjendës shpopullimit të Shqipërisë, duke bërë një fushat manipulimi në opinionin publik, sikur nuk ka agjendë shpopullimi, fjalë për fjalë që po them unë ty, dhe njerëzit bëjnë mirë që ikin, se çdo njeri provon jetën e tij. Kështu nevoja shqiptare për tas, s'po detyron kush, ka qef dhe kjo s'është gjë e keqe. Këtë i ka bërë Fevziu. Po ai që bëri pardisë shumë e neveritshme. Pse? Sepse jo vetëm që manipuloi informacionin, duke kthyer punëzogj, pelikanësh edhe qyqesh, por ndërtoi filozofinë e njëri që paguam pse do bëhet dhe kjo 4 miliardë tokë private. Po çfarë bën një gazetar minimalist në vit parë në shkollë të lartë kur marron si mesën e parë? Do bëj një praktik. Dhe praktika mësimore të bëj gazetari i vitit parë, shkollë të lartë në Shqipëri, me këto nivel ordiner që ka gazetaria shqiptare në universitete po flas, nuk mund të rrinte pa bërë pyetjen por kush janë pronarët e tokës? E dëgjove ti Fevziun përmendi kush janë pronarët si pyetje? Jo. Pse? Se është ndaluar të flitet për këtë temë. Në Vlorë janë vrarë. Në Vlorë është vrarë dhe një avokat me bombë në makinë. Dhe kur është vrarë ai, shokët e vet të ngushtë thanë që në këtë vrasje janë të përfshirë shumë palë. Se ka të bëjë me ca prona. Bësh fjalë për prona në Bregdec, në Vlorë. Edhe Bregdec, edhe prona, edhe Vlorë, sikur ngjan shumë me Zvërnecnave. Dhe kur e vranë me bombë këtë, diskutimet ishin që kush ishin palët përfituese nga eliminimi i këtij. Dhe njerëzit mund t'i kthehen kohës dhe të pyesin, se s'duhet t'ia them emrin, që mos më çojnë në gjykat
që ati gjejun provat me këtë sistem të qelbur etj. Po Fevziu, mund ta them me plot gojën, që ishte një mashtrues ordiner, një shabat gojë tyre, një armik i shqiptarëve, njësoj si ai Nurembergu që tregova, që u var me 9 zyrtar më të lartë nazist, një gazetar, njësoj si Fevziu i kohës vet, sepse roli kishte qenë një determinant për nazizmin i këtij personazhi. Dhe rasti i Fevziut në emision, që nuk na hap neve pyetjen thelbësore, ore kush e ka këtë provë? Se ne për çfarë po luftojmë këtu? Që po na marrin Shqipërinë apo jo? Pra nuk po diskutojmë ne për vilën në Zvërnec. Të po diskutojmë për tokën apo jo? Të bësh ti opinion në kulmin e përplasjes dhe të mos bësh pyetjen elementar. Ore, ku ti është kjo provë? Në Vlorë është mbyllur kadastra. E di pse është mbyllur kadastra në Vlorë? Se zgjendër drejtor. Si ka mundësi një post kaq të lakmuar si drejtori i kadastrës, Vlora është në krizë prej 4 vjetësh dhe nuk gjen dot drejtor. Se ka shumë përplaset bota e krimit në Vlorë për pronat. Dhe çuditërisht, një ditë e bukur ne mësokemi që paska nga ata pronar shqiptar, Demba Badel, që i pas kanë marrë miliona metra katror buzdetit. Ore, kush që kanë këta që i pas kanë marrë? Ne dim që Shqipërisë s'merr dot, apo ja? Ne dim që Shqipërisë zvarrisin, apo ja? Ne dim që në Shqipëri, si thush, ti s'ke shans me morë pronën e gjyshit në këtilla vende, zonë e mbrojtur dhe Bregdet, të dyja, ke parasysh edhe njëri dhe pas ke marrë miliona, ke marrë punë. Ndërkohë ishte një personazh me kamera, me celular, që intimidonte protestuesit me një tongërllik mafiosi. Dhe ti e kupton që këtu s'ke të bësh me punë biznesesh dhe pronarësh, po këtu ke të bësh krejtësisht të bësh me mafia. Me diferencë të vogël. Qofse mafia ruse, as i shkon mend të dali kundër interesave të popullit vet. Qofse mafia turke, as i shkon mend të dali kundër interesave të popullit vet. Qofse mafia serbe, as nuk i shkon mend me dal kundër interesave të popullit vet. Se të këpusin në mes, po guxove ta bësh, dhe s'ka nevojë me këput mes sepse ata e dinë që ne nuk mund të jemi armiqtë e vendit tonë, ne do të jemi përfitues në vendin tonë. Po jetë punojmë për armikun. Karakteristik tipologji e mafjes shqiptare është që punojmë me çdo armik kundër Shqipërisë. Për shkak se sistemi që ka krijuar, ekosistemi që ka krijuar këtë kartel mafios me kryedi Ramës në Shqipëri, është pikërisht shërbim të armikut për popullit shqiptar. Dhe në Zvërnec ne kemi të bëjmë me një histori mafioze të origjinës së pronës, që ka të bëjë me mungesën e një kadastre në Vlorë, se zguxon njëri të bëhet drejtor, se e vrasin. Ka të bëjë me pyetjen legjitime që do t'i bënte një gazetar i vitit të parë, semestrit të parë, Universitet të Tiranës, në praktikë mësimore, punonjës së shtetit, që ishte profesor e agjencisë, që do t'i thoshte, kush janë pronarët? Si e morën këta pronarët, këto ku tjerë s'po marrin dot gjë? Çfarë procedure për shpejtuar? Pse këta njerëz kanë pas të avantazh që të marrin kaq miliona metra katror? Dhe si ka mundësi që ti si agjenci lejon futen makina të tonazhit të rënd të ndërhyjnë në një zonë ku ti ende nuk e dhënë leje zhvillimi? Çfarë ndodhi një shqiptari tjetër? Futet në burg për ndërtim pa leje. A më me Bojken Lakon që akuzuan për një dritare që kishte hapur për ndriçimin e studios që po bënte. E futën në burg më. Këta për i cop dritare. Po të qosh këto makina të rënda. Dhe ajo tha, kemi dhënë leje për zhvillim infrastruktur. Është mashtrim, nuk mund ta japi dot pa leje zhvillimore. Gjithmonë e para është leja zhvillimore. Unë shkoj në gjykatë, thash, në gjykatë administrative, me këto punë merren bashkë me Eraldin. E ka nxjerr të parën apo të dytën si e ka nxjerr, ka duhesh apo se duhesh. Sa e dim ne si bëhet një procedurë se dikush. Dhe është një mashtrim tipik i Ramës në një zonë që po kolonizohet, që këtyre u doli nga kontrolli sepse deshin ta përdorin me shoqatat e Sorosit, si kur po shkojnë të luftojnë për të bërë pelikanin Kaçurrel. Aty po shkojnë për të luftohet për tokat e Shqipërisë, që po i pushton kolonizimi i çufove me sklerit e tyre. Dhe po i ktruni Ramës dhe Fevziu kishte dalë në televizor pikërisht për t'i shërbyer kësaj agjende që ne të mos na shkojmë mendje që këtu po pushtohet Shqipëria nga kolonët. Dhe Fevziu është mostra më tipike që ka pa në ky vend në shërbim të agjendës Soros, sepse për t'ia kujtuar Miletit, unë dhe Fevziu kemi qenë në vitin 2001 në takimin më të rëndësishëm
të mafjes Soros në një nga ishut grek më të jugor që ka Greqi quhet Halki, së bashku me Genspollon, së bashku me Remzilanin, së bashku veton Sorosurojnë, ditën e parë që nga mbyllje bordi këshillimor i shoqërisë civile e Fondacionit Soros në 2001, ku mu dha një ftesë në tavolinë ditën e parë që kam shkelur aty, që s'kishte kush ta merrte, që ishte 31 korrik, bosh fondacioni, dhe kjo aktivitet zhvilloi datën 1 shtator deri në datën 8 shtator. Dhe kur mu dha kjo ftesë, jo nga drejtuesi e fondacionit, por nga drejtuesi e bordit, sepse s'kishte asnjë zyrtar të fondacionit prezent në Shqipëri në 31 korrik 2001, unë rastësisht përfundova në këtë udhëtim me lekët e mia, se kur vajta në fondacion për të marrë biletën, ata më thashë anulluar se s'ka kush ta blej biletën. E blej vetun, i thash. Më jepni lekët kur them, shkova direkt, në hyp aeroplan, atje ku shkova për të bërë pushime, 8 ditë në plazh. Dhe atje pash Fevzon, ç'do Fevzo aty. Ky ishte takim që bëhej midis të gjithë organikës së brendshme të Fondacionit Soros, ku ishin të gjithë nivele zyrtarësh dhe influencuesish në botën politike, nëpërmjet politikës, medias etj. Ku për Shqipërinë? Shqipëria përfaqësohesh me Remzilanin dhe Blend Fevziu si Fondacion Soros. Ky është Blendi Fevziu, që njofun. Ky Shabat Goj, që Fevziu, ka bërë një mision për të mashtruar opinionin publik dhe për t'i dhënë, si thosh, qeshin bitor të manipulimit, ndërkohë që t'jepte sipas normalitetit të çdo rubrike të Fevziut, Baki Goxhajn, që do tregonte eksperiencën e tij në flotiljen e Gazës, fut një pjesë që zakonisht është në fund të emisionit, që tregonte një hotel super luksos, sa luksos ishte ky hoteli diku tjetër. Për të na bërë një lidhjen e 4 miliard eurove të super luksit të Zvërnecit, me një rast konkret se si funksionon super luksi. Me sa bukur kjo thoshte Fevziu, sa bukur ajo, për t'i bërë lavazh truri njerëzve. Këta janë armiqtë e Shqipërisë. Këta i kanë shpall luftë racës tonë. Këta janë ata që në krye të zhdukjes kombit tonë dhe të pushtimit të Shqipërisë. Klysht zogjtë e kyçës Soros, që nuk ka më dallim t'ia shpjegoj gjithë shqiptarëve midis fjalës Bibi Netanyahu dhe George Soros. Janë dy duar të këtij trup, të këtyre çufove që kanë plan me marrë Shqipërinë. Dhe Zvërneci është realisht një diskutim për çufot dhe jo për familjen Trump, sepse është e vogël familja Trump përballë projektit çufove. Në kuptimin që Ivanka Trump, që përfaqëson familjen Kushner, në të gjithë marrëdhëniet me Ramën, në fakt janë një çift që po diskutojnë, po negociojnë për një projekt që ata nuk e dinë vetë që do bëhet, se ende s'është gjithë problemi mira. Ti s'kam bërë rrethimin edhe presim. Po mirë, pyetja e punit. Më fal, pse kam bërë rrethimin? I do dalë nga aty. Okay. Thjesht parashikim. Ato se shkëdejnë puna. Si? Ato se ta qëndejnë puna projekte. 1.000.000% varet nga shqiptarët, nga zgjidhjet. 1.000.000% nga ne varet. 1 miliard%. 1 miliard% varet vetëm nga ne. Sa do mafjet këtë Rama mrapa, po shëgjojnës. Rama ka hyrë në një vorbull që është fut në një krizë vetasgjësimi për shkak se janë punë të Zotit dhe punë të Europit. Gabimi i madh që ka bërë Rama gjithë këtë histori është që i mori gjithë vezët e veta dhe i vuri ke shporta e Izraelit. Që po i thyn aty s'ka më vezë. Ai ka ngelur duart e Izraelit dhe detyruar të shojë deri në fund, po ka harruar gjë. Që janë ca mekanizma irracional. Mënyra si funksionon historia dhe shoqëria. Që kuptuan 2020-2021 në kohën e pandemisë, ku rezistenca janë ishte racionale, nga mënyra se e ktheu mrapsh zgjimin e njerëzve. Ata dishim na ku fut kontroll total, njerëzit fillon të hapin syt. Edhe në rastin konkret, shqiptarët në fillu zgjohen. Kanë kuptuar që vendi i tyre po pushtohet. Dhe Rama është ai që ka hap portën që ata ta pushtojnë. Rama si prostituta tek Bibla që hapi portën nga brenda të qytetit që masakruan çufot. E kanë Bibël këtë tekst. Rama u ka hap portat e brendshme që këta të futen. Ka bëjë dhe me legjendën apo me mitologjinë greke, Helenin, që në fakt është e gjitha shqip, sipas përkthyesit të saj, ktheva Shqipin nga Shqipja, që është Iliada, Kalitrojës. Dhe koncepti është që Rama nuk ka menduar asnjëherë që do shohë me sy këtë reagim publik
që këtu s'është puna e bubit kaçurrel apo pelikanit kaçurrel. Këtu është puna e sovranitetit dhe Izraelit. Dhe Rama nuk di ç'të bëj, se i ka dështuar loja e manipulimit të opinionit publik, se ky është debat mjedisor. Nuk është debat mjedisor, Zvërneci. Është debat thelbësisht kombëtar dhe ka të bëjë pikërisht me psikologjinë e 1920-s, që Vlora ishte pushtuar nga Italia perandorake e asaj kohe. Dhe që krijuar një reakcion popullor. Këtu zharët kushte Ivanka Trump janë vetëm dy përfaqësues të një projekti sionist pa asnjë lidhje me Amerikën. Dhe kur u pyet ambasadori i ri amerikan, nga gazetari, çfarë do bësh me Sazanin dhe me Zvërnecin? Kjo është një pyetje, tha, për familjen Trump dhe unë s'kam asnjë lidhje, unë këtu jam ambasadori i Amerikës për të marrë interesat jo me interesat private të një familje. Dhe po ja u them dhe një herë, arsye pse janë vënë telat me gjemba, ka të bëjë pikërisht me mesazhet që këta çojnë në Izrael. E kemi gati. I javursh. Çfarë do bëjmë? Kena mbyll me gardë. Çfarë do bëjmë? Po pse me gardh me tela me gjemba që përdoren Gaza? Përse ky projekt kaq madhështor, 4 miliardë euro, kaq i bukur me fazan, me bubin kaçurrel, me pelikanin kaçurrel, me breshkën ujore, prit të lutem, me gjitha këto gjëra, duhet të pengohet me tela vrasës. Ku kafshët që duhet të vazhdojnë ekosistem lëvizin, duhet të masakrohen nga telat me gjemba, të cilat janë vrasës për njerëzit, e lëmë për kafshët. Për çfarë arsye duhet bërë ky projekt në këtë lloj forme? Çfarë frike patën këta se këta nuk i vunë se u bën protestat nda dhe vunë telat me gjemba? Më kupton logjikën? Njerëzit po protestojnë për shkak të telat me gjemba. Është e kundërta. Po telat me gjemba janë vetëm një gjuhë, është vetëm mesazh, është vetëm një gjuhë trupi, është vetëm një gjuhë politike që mund të kuptojnë në Izrael. Është mesazhi i tyre. Ja tek kemi koloninë tonë të parë Shqipëri. Këtë po mundojnë të manipulojnë, këtë po duan të mashtrojnë, ku Fevzot janë personazhe tipik që janë të specializuar për këtë manipulim, që mua më kujton Fevzo gjithmonë atë personazhin që ti e mban mend tek filmi Arnold Schwarzeneggerin, që të burgosurit duhet vriteshin apo të shpëtonin. Dhe ishte një speaker që e bënte live, vrasë vitet 80, ma në filmin, ai speakeri live që manipulon gjithë sistemin. Ke parasysh, ai është Fevzo. Kur e kanë për Fevzo, se kanë për Fevzo si njeri. E kanë për Fevzo, Sokol Ballën, Grida Dumën e kështu me radhë. Pra, nuk po them Fevzo. Po Fevzo më mjafton si individi që përfaqëson të gjithë narratorët mediatik që na bëjnë censur totale. Unë kam 12 vjet, në 10 televizione përkazen censur absolute. Që kanë podcast tashmë, se s'ma ndjen sepse kjo fjalë shkon për cilën. Por thelbi është këta njerëz punojnë kundër Shqipërisë, kanë armiq vullnet shqiptar. Dhe çdo shqiptar që shpreh një civilizëm të neveritshëm i prioriteti, kur shef Fevziu, është një qenie që e meriton fundin e tij të shpronësimit të tij për zënjes nga Shqipëria. Po flasim për tjerët. Dhe rasti i Zvërnecit nuk është më Zvërneci. Aty është kthyer në betejë për gjithë Shqipërinë. Njësoj si rasti i Rjollit, njësoj si rasti i Sukut, që janë simbolika, si njësoj si rasti i Tërbaçit, njësoj si rasti i amfiteatrit. Këto janë simbolika. Kush e ka amfiteatrin Durrës? Kush e ka marrë Apollonin? Kush e ka marrë Butrintin? Kush ka marrë të gjitha zonat arkeologjike të Shqipërisë? Ta mësojnë shqiptarët. Familja Rothschild me dokumenta zyrtar. Ka nxjerr fotografinë e dokumentit që drejtori i Fondit Amerikan Shqiptar të Zhvillimit që nga përfaqësuesi me autoritet fuqi plot të parave të Rothschildve. Dhe ky njeri drejton të gjithë arkeologjinë shqiptare. E ka nxjerr hashtagu në vitin 2022, mos gaboj. Dokumentin origjinal. Pra Fondi Amerikan i Zhvillimit është fake, është mashtrim, është familja Rothschild. Dhe kështu funksionon kolonizimi i Shqipërisë. Ky është momenti që ne jemi përballë një problemi thelbësor të ekzistencës tonë. Pra kemi të bëjmë mashtrim më të madh që është bërë ndonjëherë. Do të thënë, nëse njerëzit nga ngren siç u ngritën për armët kimike, mund të ketë një shpresë. Po. Dhe e dyta, për t'i vonë një kështu një epitet bukur. Zvërneci në 2006 është fiks ajo kinemaja
që nuk deshet me Sot në votu kuptoj. atëherë. Kur fleta i vlla për bubi Kaçurrel dhe për pelikani Kaçurrel, mund të them këtë mashtë mendori. E njëta Hajde bashkë shkojmë tash atje e shohim. Po të them sinqerisht do qeshësh më të madhe kur çofesh pikturën e kinemas në faqe muri. Me pllaka me ngjyrë tjetër. Piktura është bërë me pllaka ngjyrë. Deri nga ana tjetër shef që është mur. Fake. Ore, këta janë mjeshtrat mastrimit. Ore, të ka thonë Peter Abnori e ka qarë. Këta nuk janë socialistë, janë specialistët. E më tregon Murama 4 miliardë eurot e 2 vëllezërve nga Dubai. O çfarë mashtrimi më bëri. Kinema. Është projekt privat, e ka privat. Ku e gjeti privati tokën? Si e pas ka marrë ky miliona metra katror? kinema e bro. Po ky drejtori i kadastrit që mungon prej 4 vjetësh që 2 ditë se zjat dot. Si i morën këta? Si duhet kadastra e loj apo jo? Që të marrësh pronat. Si i morën këta miliona metra katrore? Inshallah nuk shpikin me i diçka këta për ta heq para të vëmendje nga kteni i gjotë madhe valla. Si e sikën dhe ja. Se kus nuk e Dhe gjë. Ka pa një hajdut sa Elçova po së më qonit. Prit se Rama e ka kryer detyrat e shtëpisë, tash është në hall menaxhimi. Problemi qëndron që ka kryer reaksionin budallaj. Dhe kur përpoq të përdorte pelikanin për ta krijuar si një kosto që Rama po përballet në favor të familjes Kushte Rivanka, që sa luftoi unë me këta ambientalistë e qelbur që duan që të mos e bësh këtë biznesin, ne ja kemi dhier lojën. Ne nuk po luftojmë për bubin Kaçurrel, as për pelikanin Kaçurrel. Ne po luftojmë për të vendin tonë. Këtu është si flamuri, kjo është toka jonë. E ka privati, e ka publiku. Këtu thelbi është toka e Shqipërisë. Rasti i Rjollit është rasti më tipik se si po na e marrin çdo pronë. Rasti i Sukut në Roskovec, si po përzen çdo shqiptar që ka ngel pa ik. Fshati i vetëm i pashpopulluar i Shqipërisë, me 2 shkolla plot 9-vjeçare që vuan për i shkollë të mesme, ku Shqipëri po mbyllen gjithë shkollat 9-vjeçare dhe të mesme, plot fshati me fëmijë. I vetëm i fshat që gjëja vetëm zhurmë Kalamash, thoshte çfarë ëndre po jetoj. Mund mes fshatit do ngrihet një impian gazi, helmi mes fshatit që të përzej gjithë fshatin që kanë këtë paik në një zhvillim shumë fort bujqësor, vetëm për Greqinë. Pra ky qendral do punoj vetëm për Greqinë. Ndërkohë që një qendral mund të ngrihet 20 kilometra më lart pa asnjë problem. Ky qendral siç është. Pse mes fshatit? Sepse po ta ngresh mes fshatit do i largosh gjithë. E di për cilin vend fola? Ma me Ramën me atë videon e famshme. Toskana, more Toskana. Ky është fshat. Aja pa Rama Toskana, e du në qufot. Do t'ikin këta, që t'japi tokën bujësore. Kjo është kolonizim totali, që kjo është pushtimi. Kjo është vdekja e këtij vendi. Dhe do jemi brezi më i urryer në historinë e botës, se si e lam vendin tonë, e dorëzum, si legena, si plera, për një copë ple që kemi aty që du të me heq qafe pleon tonë. Edhe gjithë klasën tonë politike, se di, se këtu është problemi, se më pyet edhe që parë. Po ju garantoj me 1 miliard%. Qofse Rama është ky me këta, ore nuk keni njohur Berishën ju me këta. Ky bëhet ur fare, lëpiet kjo, këta, nuk e gjithë gratën. Po agron shejaj, me atë si e kaj, Erat Kaprin, me flamurin e Izraelit. Po ky tjetër Tikuj Soros, leze, ky është mosër fare. Po Arlin Qorri, që zgudzon thot i fjalë për agjën e Soros popullimit, para dhe emigrantëve, slevër që do vinë nga këta. Sepse këta janë gjithë shabat gojim të tyre. Ne jemi të shitur nga këta plera që kemi aty, dhe njerëzit ende krijojnë fantazira, po jo se ky është i mirë, po jo se ky s'ka faj, po jo s'ka bërë. Jo, Berisha nuk ka faj. Ore Berisha s'ka faj për to që them ne për Ramën. Po Berisha është edhe më keq se Rama kur vjen puna ke çufot. Më lëpihet më shumë se Rama kur vjen puna ke çufot. Pra ne jemi përballë një klase totalisht shabat gojim e çufove. Dhe ne jemi përballë zhdukjes Shqipërisë. Çfarë ngelet neve tash? Patriotizmi. Çfarë është patriotizm? Kur të vinë armiku me të marrë vendin, ti ke vetëm një mënyrë të rësi për agosh, që është patriotizmi. Çfarë është patriotizmi? Ta shpjegon Stalini. Stalini është njeriu që ka vrarë më shumë rusë në historinë e botës. Është njeriu që ka masakruar më shumë popullin e vet dhe ka vrarë elitat e veta. Edhe bestikët e vet i ka vrarë. Dhe kur e sulmoi Gjermania naziste, Bashkimi Sovjetik, populli rus e ka prit si shërimtar ushtrin naziste. Kjo është fakt. Stalini mbati një fjalim para popullit në radio. Dhe për herë të parë nuk tha më shok dhe shoqe, siç kanë komunistët.
Tha vëllezër dhe motra. Po ndërkohë ç'kishte bërë? Kishte çu me urgjencë të gjitha forcat e veta të çupave vetë të policisë vetë që të lironin nga burgjet të gjithë priftërinë. Dhe ndërkohë të gjitha kooperativat dhe grupet e punëtorëve duhet të riinstalonin këmbana në përkisha. Dhe i tha popullit vet, vëllezër dhe motra, a dhe unë thërret, do të shpëtojmë Madre Rasha. Dhe kjo thash lufta patriotike. U harru komunizmi, bolshevizmi, sovjetizmi. Dhe populli rus kishte armikun përballë që po vjen, dhe nuk u motivua më nga komunizmi, po nga patriotizmi, prandaj ata e festojnë dhe e quajnë lufta patriotike, jo lufta sovjetike. Dhe koncepti është që patriotizmi ishte në Kosovë, në 98-ën. Armiku ishte në Armenian. U krijuan UÇK-ja në përballë Maqedoni. U krijua ushtria kombëtare, u përballë. Pra koncepti është, më thënë, ç'është është patriotizmi? Është reaksioni ku për të marrë vendin tatë. Nuk ka me politikën, as me partitë patriotizmi. Është një ndjesi që pse ekziston dot pa armiku. Armiku prodhon patriotizmin. Armiku të pushton vendin, ti reagon. Ne jemi përballë një pushtimi, një përzënie, një dëbimi masiv, total, ku armik nuk na vjen nga Izraeli. Armiqtë kemi këtu, janë gjithë shqifolës. Edi Rama me gjithë të klasë politike. Ne na duhet një lëvizje patriotike tani pikërisht këtë moment që ka të bëjë me atë ndjesi të brendshme që ka një shqiptar që është patriot në këtu dhe nga këta idiotët këtu. Pse je këta idiotët këtu? Se ky është mashtrimi i madh që na kanë bërë neve. Ky është patriotizmi. Di stadium e këno ona jon, o Shqipëria jon. Patriotizmi vërtet është të mbrosh vendin tat. Jo të bësh si idiot. Ja, kush e shpiku këtë? Një zog i qytetarës, s'ka ç'të spajë. Është mashtrim i madh. Unë e bëj vetë. Po kur kjo kthehet në idhujtarinë e patriotizmit, ky është mashtrim i madh. Sepse kjo të bën që ti të gënjesh veten dhe të tjerët që kemi patriotizëm. Ky është patriotizëm. Ky është një spektakël idiot, folklorik, një folkopatriotizëm. Patriotizmi i vërtet është kur këtu ti i bën kështu, ose i bën kështu, ose shkon dhe i bën kështu. Pra, patriotizmi i vërtet është kur mbron vendin tat, kur nxjerr fond, nxjerr kthretrat e tua për të mbrojtur vendin tat. Dhe koncepti i patriotizmit është evident që na ka ngelur në njerëzve të shpëruar, që shohim që vendi jon ka marrë fund dhe popullin e ka dorëzuar. Se nuk bëhet fjalë për një popull patriot se nuk jemi. Pas kam fare shpresë me këtë lloj populli që i lëpihet gjithë politikanëve. Unë kam shpresë ke ajo pakic që bëri rilindjen e Shqipërisë 150 vjet më parë, 120 vjet më parë, pakic. Se na kanë rretave ishin populli shqiptar me filma, në ato trajzimi socialist, nëntori dy gjithë populli. Çfarë vërtet, mos është ashtu hiç. Shumë pak shqiptarë kanë dalë për zotë i veni. Po i kanë dalë mjaftueshëm aq pak shqiptarë, me zemër të modhe që kanë shpëtuar këtë vend. Që nga ata trilindjes që Rama do me zhduk nga infrash nga faqa dheut, sa ishte thelbi se si u ngrit ky vend. Nga infrash e ndërtoi pikërisht bazën e lindjes tonë, bazën e patriotizmit tonë, bazën e identitetit tonë kombëtar, duke u referuar Skënderbeut, duke krijuar mitin e Skënderbeut. Në një kuptim literal të fjalës. Dhe të gjithë tjerët e plotësuan dhe i dhanë pamjen për kacë e lindjes. Dhe ishin pak shqiptarë që bashku. Sa ishte Çerçistopulli? 8 veta ishte. E bën lëmsh 8 veta. Nuk ishte gjithë populli me ta. Le rrenat që thonë. Koncepti është edhe sot. Ne jemi përballë faktit që po na zhdukin si vend. Dhe Rama dhe e gjithë klasë politike janë bashkë në këtë pislëk. E kanë darë mendjen këtë pislëk, sepse jetojnë në pislëk dhe do vdesin, do ngordhin pislëkun e tyre. Problemi që do zhduket Shqipëria, problemi që mund të bëjmë ne, të zhdukim këta që kemi këtu. S'vjen më kush, s'ka kush të vi. S'kan ku të vinë. Se s'do ketë as vërdet as Sazan për të marrë. S'do ketë as koloni për të krijuar. Se s'do ketë me kë negocion. Dhe këtu vjen puna që në këtë moment Zvërneci kthehet në një çështje thelbësore, parimore, që të dhjefsha fjalën familja Trump, Kushner, Ivanka që humbasin totalisht vlerën. Dhe ta thotë Europë që ka bërë fushat për Donald Trump 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Sa kombus ka bërë kush Shqipni. Dhe unë jam i ndërgjegjshëm që këtu unë kam qenë me Trumpin sepse isha dakord me teorinë e sovranitetit.
Dakord me teorinë që dhe u im, zhvenim, Amerika e para, Shqipëria e para, janë fjalët e Trumpit që ka thonë në KB 2019 që e hoqën pastaj, i votën zgjedhjet, që ka çdo vend du të thotë siç themi ne. Unë them Amerika e para, çdo vend ju do të thotë veriu i parë. Ky është patriotizmi, kjo i përket vota patriotëve, si përket socialistëve, si përket globalistëve. Unë këtu jam te kjo gjë. Dhe në Shqipëri, po ta them me sinqeritet, ekziston një numër i mjaftueshëm patriotësh brenda shpirt, që duhet ta kuptojmë që ky është momenti që ne duhet marrim fatin e vendit në dorë, si para 120 vjetësh para arsit ta. Se është një situatë që do zhdukemi, po nuk e morën fatin në dorë. Kjo është arsyeja pse kemi thirrë njerëzit ditën e martë në orën 7 ke Universiteti i Arteve për ndërtuar një lëvizje patriotike, si të dhjefsha e lëvizjet partijake, e lëvizjet politike, jo po reforma zgjedhore, jo po pragu elektoral, jo po pensionet. Gjitha këto janë rrena për të na krijuar ne modest ku jemi në një mjedis problematik, por demokratik në mundësi. Pra se kemi zgjidhje politike ne, se do shkojmë në zgjedhjen, çfarë më merr mund zgjedhësh, fal për shprehjen. Çfarë zgjedhësh do bësh këtu? Këta e kanë gjithë pazar. Dhe këta e kanë pazarin që kanë shit Shqipnin, pa e kanë këto pazar. Këtu duhet lëvizje patriotike që të dhjefsha partit. Ku të gjithë ta që janë aty në parlament, janë gjithë armiqta, nuk janë miqta. Shikoj gjithë nga i pare ke i fundit. Kush foli për këtë temë? Kush flet për këtë temë? Po ku janë mban këtyre? Po këta janë gjithë kontrolluar kapur nga poshtë, gjithë. E duhen sa rob si ne, me ato 4 orë poshtë. Që se rruj fare që s'duhet me ditë, që jemi ashtu dëshpëruar, se ai themi dhe plumit hajde, se s'ka ndjen hiç. Se kështu kanë bërë dhe para 120 vjetësh. Kështu kanë bërë gjithë para arsit tanë. Unë i kam të vram gjithë në origjinë. Të gjithë, me push, me plumb, të luftu. Po kishin trimëri njerëz në atë kohë, sot ka me bëj like Facebook. Po ka vdek njeriu apo çfarë? Ju më i kanë bulava shtruni. Ka patriot ky vend. Dhe sinqerisht ta them, zvërneci nuk është punë pelikanësh kaçovel. Ka të bëj me koloninë e parë që po ngrihet zyrtarisht Shqipëri dhe ato tela, ai klon është klon kolonie. Çdo ekspert i fushës të çufave, të Izraelit, Palestinës ka kuptuar që në distancë. Ky është klon kolonie. Ky nuk është klon gardi, ky nuk është klon ndërtimi. E lëmë pastaj për pelikane dhe bubin kaçovel.